Po intelektual është ai që del kundër sistemit, jo ai që thjesht ka studiuar në Bashkimin Sovjetik. Tani bardha nuk e vet i vulën, tani ta lëm këtë. Ti mund të jesh ka një familje që mendon se je e prekur, më ta sqaroj dhe unë kush është familja. Jo, nuk jam familje e prekur, jo. Tani ke marr atë pushën se mbi këtë retorik që këtë e ka bërë veri ai ta prishin, ti duhet dish një gjë. Akoma të gjitha spitalet sot nuk e një spital Trikollaj. Gjitha spitalet sot janë përveç që i kanë dhënë privatit, ka ato spitale që ka bërë në atë sistem shëndetësor. Sistemi arsimor të atij ti vinë anash, hiqet pjesën e indoktrinimit, nuk arrin kur. Ku merret 10 kohën tonë? Kuptoti? Ne këta kanë prodhuar njerëz me master që nuk i shkruajnë emrin e tyre. Lloj, edhe një, po tani më le të flas, nëse nuk më le. Dakor. Këta kanë prodhuar, nuk di të them domethënë. Leje, ku kishte atëre edhe në nivel moral, tjetë mësim në nivele më të larta. Të merre gradën kandidat shkencash ishte gjë e madhe, docent, pastaj doktore, profesor. Sa e ke këtu anin atë plagiatorën që kanë bërë këta? Se këta dolën këta, me këtë lloj arsimimi. Edhe atë shkollën që ka bërë Rama, nuk kishe burr nëna ta fitonte kollaj konkursin. Në pikturë, në dramë. Ka një pyetje krejt logjikshme dhe normale, nëse atëherë kemi qenë kaq mirë, pse jemi kaq keq sot? Kishim liri dhe dështoj tregu. Se mund të kishin një zgjidhje si Kina, kishin bjetuar dhe ishin ndryshe. Ti ishe i lidhur me tregun, ishe pjesë e zinxhirit. Se kujton ti se erxoi po lëtyrat atij sistemi ke PD-ja, ke Faribaldiu, lëtyr. Ato jam i ndërgjeshëm unë që komunistët lëtyr, lëpirësi të gjithë komunistave të neveritshëm që ka qenë ky kryesori, ky i simbolizonte. Dhe mori Saliu. Saliu me Mehmet Elezin, me Lisem Bashkurtin, me Faribaldiu, me Bujar Hoxhën, me 4-5 komunistët kryesor, e titërsoi PD-n. Kupton? I morin gjithë komunistët që ja dorëzoi Xheli Gjoni, i morin dorë, edhe Ramizi bashk, edhe e titërsoi PD-n. Nuk është PD-ja e atyre studentëve idealist. Mori fund, në bazë grevës të oris, ne u shpërndam. Universiteti u nda 4 pjesë, ne na çuan për shtëpia, edhe ai e mushi PD-n të ka dalë me njerëz të vet. Kaq. 3 muaj kishte PD idealiste. E mori Puçetra, elaboroi PD-n. Edhe ai që ka dalë kaq i zoti që vazhdon deri këtu, shkollën atëherë ka bërë, dhe ka bërë gjithë atë shkollë. Dhe ka çuar veri dhe në Francë këto, ka pas sa që çoi edhe në dikë Çeki për agronomi, dikë Rusi, dikë Bullgari, dikë Poloni, e në kanë ardhur dirigent nga Çekia, e këngëtar nga Bullgaria, si Ramiz Kovaçi me shok, do ka pasur një ashtu, nga perëndimi shkollin suport. Por që nuk ishin intelektual. Po pse çdo më thonë intelektual? Intelektual do të thotë ti dalësh kundër çfarë do lloj pushteti dhe ti je zëri i njerëzve. Po ai mund të jetë një nihilist që del kundër çdo pushteti, se nëse ka pushtet mirë. Jo nihilist për hir të nihilizmit. Po çfarë? Nuk po themi të jetë nihilist për çdo gjë, një intelektual. Një intelektual është kur del ballas kundër pushtetit dhe jo është indoktrinuar nga pushteti. Tani po flasim në shkollë. Po flasim njerëz për moral, apo po flasim se tani a prodhoi ky agronom apo s'prodhoi? A prodhoi inxhinier ai sistem apo s'prodhoi? A prodhoi matematicien që nuk i kemë sot? Po pra, jemi vetëm në planin teknik. A prodhoi geolog, të marrëm se s'ka marrë. Po. A prodhoi geolog apo s'prodhoi? Geologja më e mirë në botë që është sot në Oklahoma, operon në zonën Oklahoma, Texas, për të dizenjuar bazenet e naftës në tokë, e ka mbaruar shkollën atë kohë, mosha ime. Çfarë do të them unë tani ty? A ka prodhuar ushtarak shumë të mirë që e pan aq pak ushtarak se na vajtën në Kosovë? Edhe sot ka shumë të rinj të talentuar që studiojnë jashtë. Ku i ke? Kush e dha mundsinë? Ku i ke? Ku ke shkollën? Jashtë, ku i ke? S'ke ushtri fare.
ke pas mbi 75.000 veta në armë tërkon, prodhoje zotëri, prodhoje gati 400 ca oficerë në vit. Ku i ke? Ku i ke? Ke bandën e Shijakut edhe bandën e Elbasanit. Po pra, dakord. Ku i ke? Jo bëhe se po flisni ju se ku i ke ti ushtria është ushtria qa ka për drejtat e njeriu do të ushti. Po nuk ndërtoj dot një rrugë, po bëri vetëm bunkere. Ushtar s'ka bërë rrugë. Po s'ka bërë rrugë, vetëm rrugët e italianit janë. Po jo më si që pas 90-s po si më honi shumë, po nuk e di. Se ti pas ke qenë, po ti ke qenë 2 vjeç në atë kohë. Si ke pa me sy? Po i kam parë me sy që ka montuar. Rrugët e italianit kanë qenë, s'ka bërë asnjë rrugë në Verogja. Asnjë rrugë s'ka bërë në Verogja. Cilë rrugë ka bërë? Po pse? Atëherë po t'jap unë një tjetër me që dashë kështu se unë po e bëj për tonë që këta më keq se ata. Këta kanë bërë vejnë për Ahmet. Në vend tashu. Po e veri të bëri e kurudhën nga e para, ta çoj deri në Vlorë, deri në Gurkuq, deri në Milot, Rëshën Klos, deri në Klos, ta çoj deri në Shkodër. Ta shkatron fare. Çfarë të kujton ti më? Të bëjë një forcë ajrore edhe një ushtri në vitin 78 të barabartë me Izraelin. Që ajo ushtri Izraelit kishte përballuar Egjipt, Siri, Jordani bashk. Po, nëse ishim kaq mirë, pse në 90-ën shqiptarët u dyndën në anijen Vlora për të shkuar drejt perëndimit? Dështoi tregu vlla, po mos kishte rregulluar ushqimin shqiptarëve. Tregu me Knerin, po nuk e kupton ti. Se ne kishim tregun me clearing, prodho tomate, patate, blej pjesë industriale e tjerë. Pra si në vitet 1500. Ku i vjet besim, se je duke folë ti se doni të mohoni. Mësoni historinë që ta kuptoni mirë se në çfarë vendi keni jetuar dhe si është zhvillimi këtu në këtë vend. Nuk ka pasur të drejta politike, po zhvillim e këto tjera ti harrosh ti. Ato 5 fabrika kërkoi Saliu se mungojnë. Se ke pasur kombinatin e Elbasan 30 km gjatë në fushën e Batasheshit. Ke pas azotikun Fier, ke pas superfosfatën Laçit, ke pas rafinerin Cërik. Këtu atje ku i kemë? Ti morën gjitha. Po të shohësh, ikën për poliri, ikën për mendim poliri. Po të shohësh pamjet e viteve 90 dhe të 97 të shqiptarëve, ngjajnë si fiset. Jo 97-ën, ja, po flasim për 90-ën. Jo. 97-ën kërkoja Saliu. E kam fjalën këtu që po të shohësh në vitin 90, kur shqiptarët largohen për në Itali, apo kur mbërrin në Itali, apo të shohësh edhe pas viteve 90 shqiptarët nga fytyra e tyre gjajnë si fiset. Po. Pra, tani, do më tregosh pse shqiptarë, tani unë jam një për tyre. S'kishem liri politike një. Kjo është shumë e rëndësishme. Liria është me dinjitet. Pa dinjitet edhe të jetosh mes luksit nuk e gëzon dot. Këtu duhet ndalojmë. Se unë po të kundërshtoj ty ato që nuk janë vërteta. Ai e bëri vendin që prodhonte edhe traktor. Këta një bëjnë dot. Kështu që lere këta mos e diskutojmë, nuk ka lidhje në detim. Ai e ka pa vendin si pron, edhe investoi tani maleta mbaroi tani, maleta mbaroi. Këta është ai ka parë vendin si pron, edhe e mbyti. E mberi. Këta e shohin si mallën e botës për ta shqyrë. Ky është ndryshimi. Por në lidhje me parametrat industriale bujqësor, ai e bëri. Kanale Vadice, Deshitan, këta i shkojnë lumit atje, ke shtëpia, ke shtrati, dhe në anën juridike shtati lumit s'është ai që duket, por është ai që shkon pikun e tij, dhe kur përmbyten thonë merri lumi ke shtëpia, ke vaj ti lumit. Ka pas sa rregulla.